Ne jemi shpëtimtarët e një vendi që kur ne morëm detyrën, ishte i zhytur në lum. Ne jemi shpëtimtarët e një vendi ku vriteshin me çifte flamengot për qef, e ku vriteshin zogjt, e vriteshin kafshët e pyllit sin harados kur i thon fjalës. Ne jemi shpëtimtarët e faunës Shqipërisë, sepse vum 10 vjet me moratorium, 10 vjet moratorium kundër gjuetisë. Dhe faktet, jo fjalët, regjistrat ku janë të regjistruar ajo që quhet popullsia e shpendëve dhe e kafshëve të Shqipërisë tregojnë se si janë rritur dhe si janë shtuar gjatë qeverisjes sonë. Flamingot nuk vinin fare, nuk vinin, sepse ata janë zoj shtektar. Ata shkojnë nga një vend i qetë në një vend qetë, sepse i priste çiftja, i priste pushka, i pristin horrat, të cilët kishin liri që të bënin masakër në çdo vend ku kishte shpend e në çdo vend ku kishte kafsh. Horrat që e kishin mbushur detin, e kishin mbushur liqenet me tela korrenti, që i vrisnin peshqit me tela korrenti. Prandaj, nëse flamingot do kishin gojë të flisnin, nuk diskutohet që